në sektorin e industrisë farmaceutike, është një kompani me një traditë 30 vjeçare. Në vitin 2024 ata kanë ndërtuar dhe këto ambiente të reja, ku patjetër që pjesë e punës tyre është edhe kërkimi dhe zhvillimi shkencor. Zoti Luan, ose më saktë doktor Luani, është administratori dhe njëkohësisht themeluesi i kompanisë, i cili do na shoqërojë nëpër ambientet e kompanisë për të na treguar se si konkretisht punohet në këtë lloj industrie. Ndërkohë është edhe djali Kristiani, i cili ka studiuar në Gjermani dhe ka vendosur që të rikthehet, punojë për biznesin e familjes, është gjithashtu zëvendëspresident dhe shoqërohet gjithashtu edhe nga doktori Yin, i cili vjen nga Gjermania dhe ai më pas do na sqarojë edhe gjitha proceset e punës të kompanisë Leki. Mu vazhdojmë me inspektimin, do ecim këtu drejt. Më pas do hyjmë tek ambientet e brendshme të kompanisë, do duhet veshim gjithë veshjet, në mënyrë që ata ta tregojnë ose më saktë simulojnë se si bëhet prodhimi i ilaçeve me teknologjinë moderne që aplikojnë ambientet e kompanisë. Është investimi gjerman, teknologjia është gjermane, investimi është totalisht shqiptare. Ajo që i dallon të fabrikë nga të tjerat është vetja në Ballkan që është projektuar në mënyrë të tillë që të ketë të realizojë sipas një teknologjie bashkëkohore edhe për një pacient vetëm edhe në rrugë industriale. Pra barna të personalizuara. Barna personalizuara dhe për onkologjinë gjithashtu. Faza është projektuar në 2 faza. Faza e parë është për produktet orale të ngurta të lëngta, e cila ka mbaruar. Njëkohësisht ka filluar edhe projekti për cytostatikët, për onkologjinë. Deri tani janë 7 produkte, ku 2 nga këto produkte janë në listë të rimbursimit. Një produkt është për sëmundje të rralla dhe tjetri është për problemet e leuqemisë. Ndërkohë, të gjitha edhe prodhimi edhe laboratoret kanë pjesë zhvillimore, ku mendohet që pjesa zhvillimore është në katin e dytë për prodhimit, në të ardhmen kemi injeksionet edhe medikamentet biologjike, që është një sfidë që mendojmë të realizojmë në të ardhmen. Këto janë 2 laboratoret që do të i shërbejnë vetëm këtyre forma farmaceutike që kemi për momentin, që janë tabletat dhe kapsulat, por njëkohësisht janë lënë dhe pjesa zhvillimore edhe për laboratori. Pra, gjithmonë është menduar me teknologjinë e re. Filozofia e ndërtimit dhe e funksionimit është ajo e kanë më përje, e cila është me pak fjalë inovacioni, linë në prodhim po edhe në kërkim zhvillim dhe fleksibilitetin. Pra, teknologjia që është këtu është tepër fleksibël sipas të rejave që mendohet që do të vinë të ardhmen. Cilësia është europiane, teknologjia është gjitha gjermane. Këtu ne jemi në pjesën e prodhimit. Ka 3 funksione: prodhimi, që është kryesori, prodhimi që është funksioni kryesor, është pjesa është zhvillim, kërkim zhvillimi. Dhe njëkohësisht ne kemi një marrëveshje me Universitetin Mjekësor të Tiranës, ku shkëmbejmë edhe në fushën studente dhe ne shfrytëzojmë kapacitetet shkencore që ka universiteti. Prodhimin i keni dhe për brenda dhe për jashtë? Po, përfaqësuesi jo në Kosovë, por mendohet që do të edhe përjashtë. Nivelet e teknologjike janë ato europiane të EMS. Ndoshta profesori Ilgë mund të thoshte diçka më tepër. Sa kohë ka profesor? Është 6 vjet punë, është licencuar në vjetor, dhe aktualisht është në punë. Aktualisht stafi është duke demonstruar. Prandaj është një sigurim që i proceseve që ne bëjmë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.
Do vazhdojmë inspektimin në një kompani tjetër, meqense këtu jemi në një kompleks industrial, kompania Segment, e cila është një kompani që është specializuar në sektorin automotiv, import, eksport, tregti automjetesh. Është një kompani që ka një numër të lartë punësuarish. Çfarë është tipike për këtë kompani është që ka një numër të rikthyearish, një numër shumë të lartë të rikthyearish nga emigracioni, kryesisht nga Gjermania, meqense ata specializohen në automjete shërbimi në industrinë e ndërtimit, kuptohet që kanë akumuluar dhe një eksperiencë të mirë jashtë dhe kanë ardhur në mënyrë që të kontribuojnë në vendin e tyre. Administratorja e kompanisë, zonja Mirëserdha Goci, e cila do të na tregojë më konkretisht. Përshëndetje, si jeni? Ju prezantoj me djemtë dhe vajzat e Segmentit. Si jeni? Mirë. Kompania ka mbi 20 vjet. Ne kemi nisur këtë si një biznes familjar. Jemi kthyer bashkë me bashkëshortin nga shteti. Kemi qenë në shkollë atje dhe menduam të hapnim këtë gjë. Merrem me distribucione shumë makinerive të rënda. Të gjitha këto pallate që po ndërtojnë Tiranën bëhen me pompat që shesim ne. Personeli kryesisht dhe do e shihni janë të gjithë të rinj. Janë rreth moshës 40-45 vjeç, kanë filluar me ne që nga bankat e shkollës. Por marrin pjesë kryesisht në projekte të dedikuara me kontraktues privat, në tunelin e Llogaras, rrugën e Arbrit dhe tjera si këto. Sa punojnë së kjo? 40. Pika është dhe në Shqipëri, është edhe në Prishtinë, edhe në Prishtinë kanë 28 vjet. Po është Olta që janë kthyer nga pjesë nga Po, kam të rikthyer, djem të rinj, të cilët mbasi u trajnuan dhe ne menduam që s'kishim zgjidhje tjetër dhe i lanë që t'iknin. Shkuan për një periudhë caktuar, por prapë u rikthyen. Këto janë një pjesë e grupit. Paga mesatare e kompanisë është mbi 1000 euro, që është një tjetër tregues se pse duan të rikthehen gjithë të rinj nga emigracioni, që është edhe një element motivues për të rikthyer. Fushën e ata që janë kurioz. Aktualisht e kam në Elbasan se po montojmë një impjant asfalti për rrugën e Librarit. I ke çuar për dënim atje? Jo, se aty jam me paga dhe më të mira. Jam me paga dhe më të mira kushtojnë. Po paga minimale sa keni këtu? Minimalja është 700 euro. Ne jemi ke nivelet shumë të larta. Minimali është për ata që janë ndihmës mekanik, sanitar. Po prapë, sanitar. Jo këta, se këta janë figura. Po, kemi inxhinier, teknik, personat që merren me marketingun, kryesisht. Pra një nivel aftësisht të dihesh mbi mesatare. Ne mundohemi të bëjmë maksimumin. Si jemi më të mirë, po besojmë se bëjmë maksimum për që